momentin që i thu dikojna kum punu si ardesë dhe punoj si ardesë e ka një farë ideje që ju dyqysh shumë palidhje me thonë, ju jeni mësu me flajt në për hotele, ju me pilota, dyqysh Pse mendon që janë gjitha këto paragjykime dhe nuk pranohet cilën kompani ku punon, besoj që ka njerëz që edhe dashuron me zvete, tash është puna veç në aviacion. Po tash veç pse ideja që na e kena pak jetën ma dinamike edhe nuk edhe rrallë na bjen me flajt shpejt, tash do me thonë, nuk do me thonë që ti të bo diçka keq. Se ti kur jenë aeroplan me 200 vetë aty, ku e ki mundësin ti diçka aty me ndodhë. Po nuk e kuptoj, seriozisht hala nuk e kuptoj edhe më vje keq për këtë mentalitet. Ka raste që edhe me shkujtësit e kuptojnë, jo, me ty s'mon mu martu njeri se ti që shtoj pas ke jetën, I don't know, nuk e kuptoj, pse. Do thonë këto e në disa prej paragjykimeve që ke hasë. Po, janë shumë paragjykus, nashta që na Kosovë nuk kena kultur të aviacionit, se as nuk kena kompani nacionale këto, e nashta kultura na mungon, se në shtetet tjera është shumë normale edhe njerëzit e pranojnë me shumë me lehtësi ato profesionin tonë, po të na është ma ndryshe. Se menojnë që ti je kamarierë në aeroplan. Kamarierë është diçka krejt tjetër edhe ti aty je për sigurinë e pasagjerit. Dhe më thonë, unë jam aty për kur të smu është mu gjindë për ty, me ditë që është me të trajtu, kamarierë aty së është diqysh na e krymi shërbimin, po ato e krymi veç pëse kena kohë. Ama ajo nuk është çështja kryesore heq pëse ti shet pije ose sendviqa. Po qëndrojmë ende tek paragjykimet. A ka ndonjë paragjykim tjetër që të ka mbet ty në mendje? Edhe në këtë rast qysh e përballon dia këto komentet negative? Me të thonë drejtën, unë heq nuk i marr parasysh. Unë e di çka bëj aty në punën tem, e di kush jam, edhe nuk më le për shtypje asnjë paragjykim i njerëzve, absolut. Ka pas raste që edhe me fjalë banale jom hasë në aeroplan, po se ka njerë edhe nuk e dishë njerëzia që jem shqiptark, edhe folqin me zveti, kështu edhe veç kur ja bëjsh a fund, ditën e mirë, zotri, ja shëshanit koq me ftyrës që shkretojshin atë këtë najsen, ama heq nuk më lojnë për shtypje, absolut, se kur e din vetën që shje që ka punant me sa profesionale je, ato, na jena mësu shqiptar për gjithë shka kena komente, paragjykime, së mbjojnë për shtypje. Po ndonjë fjallë ma e ranë që të kam mbet mendje? Janë shumë banale. Janë shumë banale. Si avlenë me u cekë, dhe me thonë. Ja. E rëndësishme është ashtu si të me qenë profesionale, po, sigurisht, edhe me dashtë profesionin tëndë. A ke ndjerë ndonjerë presionin nga shoqëria që të largosh nga këtë profesion? Jo, sidomos prej shoqënisë, rrethit ngusht, asnjë presion nuk e kom pas, as prej familjes, bile shoqënia jam më gjojnë edhe thonë dijet qysh ti dush më kthy patjetër në aviacion, se ki venin të tokë, ti si e për toke. Ama nashta e u kon koha pak me pas një pushim, pak mu të gëzu që është thash ma herët, se po nëse vjen ai mundësi dikun jashtë Kosovës gjithë qysh po, a në Kosovë po mdo këtë kështë ja kom shumë. Nuk të pas kalon shijet vi, eks ja kom po. Tregon pak çka të ka mësu krejt kjo përvoj në jetën tënde? Kjo përvoj mas pari më ka mësu qysh me vlerësu njerin si njeri, si çështje njerëzore, se kom pas lloj pasagjerin në aeroplan, pri aty në klasave ma të ulta deri te ato ma të nalta. Ju mësu me trajtu pasagjerin njëjtë si ato që ju kon ullë në first class, si ato që ju kon ullë në ekonomi. Se kur të puna të siguria mu nuk më intereson sa e ke pagu ullësën, ku ullë është te, unë e bezbatojt njëjtin rregull për krejt. E që kjo është një sen që e vlerësoj shumë prej punës, që më ka bo edhe shumë mendje hapur, se nashtat kum pa shumë shtetet që kum udhtu, kum pa që sho jeta dhe kum pa që na Kosovë jena hala shumë rapa, e dyqysh ma ka hap mendjen shumë për njërës që që ke po njerëzit jetën, ama qaj e thash mas shumë ti më ka bo me vlerësu në çështjen kështu njerëzore tamam për njerin që është para gjyku kush i ka i tjesa, pare ki, ku po shkon, tek po shkon, ato e falimderoj shumë që kom pas, po menoj që ma ka mësu profesioni qatë ide, qatë me kuptu ma mirë që ka njeri. Pa tjetër.